Përshëndetje, shikues të Radio Televizionit 21, shikues të emisionit Një Kafe Mlabin, takohemi edhe sonte, uroj dhe besoj që edhe kjo natë është e veçantë. Spari, urime, Kurban Bajrami, gjithë besimtarve, uroj edhe besoj që kanë shku këto 2 ditë, sonte, sa dita e tretë, edhe na jemi mbrëmje, uroj që keni kalu për mrekulli, keni qenë tek njëri tjetri, keni vizitu njëri tjetrin, Zoti ka vull secili për juve që keni prej kurban në shtëpitë e juja. Unë jam falendërues, jam minjës secilit për juve që sonte jemi bashkë me ne. Është natë shumë e bukur, natë shumë e veçantë, edhe për mu, edhe për ju, sepse është natë festive. Ne mundohemi që kur kemi festa, bilim të festojmë së bashku. Ekrem, faleminderit edhe ty, kafja po vjen, e di që faleminderit shumë. Pavini është edhe sonte bashkë me mu, nuk po gëzon ekipi për mu hap edhe shumë, që shkak se në pjesën tjetër unë e kam një orkestër të tërë, e cila do të vjen sonte, do të interpreton bashkë për juve, do të kemi një natë bukur dhe të veçantë. Faleminderit për Fellinin, që sonte edhe gjithmonë e kam pjesë të emisionit Një Kafe Mlabin kur bëhet fjalë për festën. Sonte më ka sjell 2 ëmbëlsina, ndash me fruta, ndash me çokoladë. Kështu që e di që frutat po vijnë vera, edhe uroj që të jemi tëmbël si çokolada gjithmonë. Fibulla lider në vend, faleminderit shumë që është pjesë e rrugtimit tem, shkojni drejt Fibullës, rezervojni, vera po vjen, udhëtimin ku doni mi kalu pushimet verore është Fibulla. Paul McLean daj me ekipin tënd, Valone, ju që se keni bo për zgjedhjen e fustanit në stris, apo edhe ju tjerat, të cilat pak doni me shku ndarse me mu duk bukur, ka zgjidhje, ka besa edhe aty këtu edhe zbritje. Njëkohësisht njëjtë siç është edhe tek sektori i mashkujve, tek ne. Ejani, për shkak të mu duk një dhonë dhe bukur, ka zgjidhje ideale. Astret, e di që energjia sonte duhet deri në pikën e fundit, e kremi që tash ta vjen një kafe edhe ty atje bashkë me Ajdarin, e pamundshme, domethënë tani këto momente mi shërby edhe Beratin, kushtrimin apo edhe patosin me ëmbëlsina edhe guxonin, po ëmbëlsinat i hajmë krejt në fund për mbyllje të emisionit. Ardian Limanmera bashkë me grupin e tij sonte vinë tek emisioni Një Kafe Mlabin. Një atmosferë, uroj edhe besoj tjetë e shkëlqyer. Faleminderit që jeni bashkë me mu, bashkë me Radio Televizionin 21. Aja nisim po. Ekrem, përgatitja kafe në Ardianit edhe pianisim. Vjen Bajrami, baklava me ara. I pona vjen Bajrami, baklava me ara. I talin bura pe qamije, me qene qet barra. I talin bura pe qamije, me qene qet barra. I festan e Bajrami, e preqit njerëzia, e katone dhe kurani, mi është Perëndia. Festan e Bajrami, e preqit njerëzia, e katone dhe kurani, mi është Perëndia. Sa jeni, hajde të festojmë, me këngë me vale, Bajramin ta gëzojmë, me këngë me vale, Bajramin ta gëzojmë. Festan e Bajramit, e preqit njerëzia, e katone dhe kurani, mi është Perëndia. Festan e Bajramit, e preqit njerëzia, e katone dhe kurani, mi është Perëndia.
Hajde, hajde, moje sevda, të këndoj më pa janda. Hajde, hajde, moje sevda, të këndoj më pa janda. O hidhe, vaman hidhe, sa të paska hije, e dridhe, pelir dridhe, ti moj bukurie. Po këndoj me po valzoj, tasën t'male po filloj. Po këndoj me po valzoj, tasën t'male po filloj. Ljuni motra, ljuni ju moj bija, po gëzojnë motra, i po gëzojnë shpia. Po gëzojnë motra, po gëzojnë shpia. E hidhe, vaman hidhe, sa të paska hije, e dridhe, pelir dridhe, e ti moj bukurie. Po këndoj me po valzoj, tasën t'male po filloj. Po këndoj me po valzoj, tasën t'male po filloj. E ti të nëzet ishte një ver, e ta kollat në der, ishte bukur si kur ha, dashuria ime pa. Ti të nëzet ishte një ver, e ta kollat në der, ishte bukur si kur ha, dashuria ime pa. Oj nane mjera na, mu dashnia si m'kazan, pas e me djasht miljan, oh jem jera na. Oj nane mjera na, mu dashnia si m'kazan, pas e me djasht miljan, oh jem jera na. Që shikim, kur të dalim në takim, s'ma merë gjumi asina, do me vla zemra e vra. Mu jam tonë që shikim, kur të dalim në takim, s'ma merë gjumi asina, do me vla zemra e vra. Oj nane mjera na, mu dashnia si m'kazan, pas e se djashti miljan, oh jem jera na. Oj nane mjera na, mu dashnia si m'kazan, pas e me djashti miljan, oh jem jera na. Do me plas kjo zeme, se më piti madhi. Haj, 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 dashuria zemrën se shma kadi. Dashuria zemrën se shma kadi. Mi plas moj zemër e daldisur, ajo shkojem ka braktisur, sa këndotat miku im, të shëroj mo këpitim. Moj zemër e daldisur, ajo shkojem ka braktisur, sa këndotat miku im, të shëroj mo këpitim. Pa dashurime kaloj moti. O plas moj zemër e daldisur, ajo shkojem ka braktisur, sa këndotat miku im, të shëroj mo këpitim. Moj zemër e
e daldisur, a ju shkojmë ka vratisur, sa kërgotat miku im, të shërojmë o kapidi. Faleminderit për atmosferën, hajde e arë severa në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Ardian, faleminderit shumë për këtë pjesën e parë, po e quj, sepse sonte bashkë me këta vllaznin tonë, po e thëmë, me Bohem, na do t'jemi edhe në vazhdimësi e sipër, ka këngë që do të këndohen sonte më kiton. Me më shti me kënu, shtinim të natën e gatë, me folë, me se më shti qatë shumë me folë, se nuk jam qatë i fjallet. Faleminderit Labi shumë për ftesën, është kënaqësi që sonte që jemi bashkë. Mu po më vjen mirë, aq më tepër që jemi sonte edhe është fest, sepse unë shumë rrallë, domethënë, e kam orkestrën komplet në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Kështu që faleminderit ty, faleminderit jemve që janë pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve që na keni dhënë këtë mundësi. Shëzë rasin mi përshëndet edhe gjithë vëllezërit musliman, kudo që janë nëpër botë, juroj festën e Kurban Bayramit. Juroj fat, shëndet edhe dashuri pafund.
Të regëm të ashti mu, që shë feston ti? Sa mundohesh me respektu, sa mundohesh me shku herë të një herë të tjetëri, në përshpia kështu me ju bu për haj bajramin? E boj këtë punë me klarësi, atër kër isha si fëmi ka qenë një adrenalin pak më ndryshe, me nëzi pritësha mu zgjunë më nëgjesë dhe me dalë me bu bajram të hala, të tezë, të dajtë. E tash për më duket pak më ndryshe, tash kretë koha elektronike, si di që... Tash ka ndru, gjithë shkapi ka ndru. Apo ndodhë dhe më thonë, a gëzohën së të fëmija tu, kur ju blindi qka për bajram, se s'këna flejtë të natën, se nesër këna mi veshtesh atë bajrami. I kalzojsh edhe une, kur isha si fëmi, që me nëzije pritësha mu zdrit, mu vesh me teshat bajramit dhe me shku me bo bajram. Tash si pak maftof ta. Po, se të ka ndryshu gjithë shkapja. A e manë mend atë periullë, dhe me thonë, kërë ki bletesha të reja? Ka qenë knarësi, ka qenë, jo që e kom prit me nëzi, me ongër ato ambëlsire, baklava që i boj ke nona, po ka qenë ajo si thmi që ishim, me bo para. Me bo para. Gjithmonë marak në para, kom qenë. Na kemi qenë bashkë me një familje me agjën, ishim 12 fëmijë dhe kur diqim për shpije, një klasë. I mersha me të mirë, i thojsha, unë jam pak ma i madhe, me jep një pare i ruj une, tani në fund, kur u krika bajrami dhe i blesha ka një krem banana, me i marrë me të mirë. A mundesh tash këta me i marrë me të mirë? E këta probleme ka. A mundesh me i marrë tash këta me të mirë? Po, ka herë po. Ka herë po, a? Me qanë vendën e kom pak probleme. Ja, nuk e besaj. Nuk e besaj dhe me thonë se s'ka nevoj, bakshishi ndahet komplet 4 vendet, dhe me thonë. Unë e di që, në fakt, sot edhe mundësit janë ndryshe edhe festa e ka ato të vetëm, për shkak se zakonisht për festën e bajramit edhe për çdo festë tjetër, na mundohemi me qenë afër familjes, po me gjitha mbrëmja është e pamundshme me qenë sepse këndohet diku me ndonjë restoran, me ndonjë vend. Drekën e bajramit, ki qef me hongër këtë komplet me familje me... Po, zakonisht e kemi kulturë këtë bunë. Dreka e bajramit është... Gjithmonë. Më intereson gjithmonë, se unë me bu me vetë për Gjakovën atje dhe më thonë e di, për Pej e di, për Prishtinë e di. Ra vetë kur s'm ka ra me hongër drekën e bajramit. Çka bëni për drekën e bajramit? A ka na i tradit për shembull? Po zakonisht e kemi na tavën me oriz, çorbe thojmë na, si na ravecion që e kemi si kulturë këtë ushqim. Edhe me marifet e bojmë. Do më tonë, duhet pa Po, tjetër... gjithmonë, unë sa e ma e men qëto vjetë që e kom bo, tavër me oriz, gjithmonë bajramin e kemi prit, edhe qorbe. Edhe mishi kurbanit, normal. Po, mishi kurbanit. Mishi kurbanit. Gjithë këture viteve, a mbarë në vetën mend për shembull, jo veç të festa e bajramit, po edhe të ndonjë fest tjetër që nuk i qenë të shtëpia, nuk i qenë me familje. Po, profesioni është i tillë, sidomos vitin e ri, kur në shtëpi nuk jemi. Dhe më tonë, gëzuar ata e bojmë me njerës... Po, jemi... Me njerës të zemrës që... Profesioni pak po të manë largë familjes. E di që... Njëjtë edhe ti jenë këtë frymë. Ajo kuptohet, po pandemia, për pas që ke po më duke, ajo ke periuda me na ullë dhe me tonë festoni edhe këqyrin i shmadhoni njëri me tjetërin, si të mos me familje. Kom qenë bashkë me familje 24 orë. Ama për që kina marrë vakcinat dhe në kaloni që pasoja, ajo tash nuk po volë. Unë e di që më ki thonë, sonte pak ma pak fjallë e ma shumë muzikë. Po ja nisë me pjesën e 2, dhe më tonë, po këndojmë diçka tjetër, diçka edhe pastaj, dhe më tonë, pastaj këthejemi pra për tje pjesën tjetër që më intereson pak a shumë për punën e juj. Për shkak se tash folem për bajramin, po pastaj jo puna juj, dhe më tonë, ato mbrëmjet, ato koncertet, ato darsmat, cilat fakt po vim, edhe është sezona e nxehtë si vjetë. Okej, hajde, bënu gati bashkë me ata, merri mikrofonin, dhe sa të vendoset tek vendi, tek vendi, se hapësina shumë e madhe, një vend jemi krejt komplet, unë du me falendru edhe Felinin, për ndryshe, faleminderit shumë që gjithmonë është i gatshëm për ëmbëlsinat e bajramit që mi sjell tek studio emisionit Një Kafe Mlabin. Ashtu siç e falenderoj gjithmonë Pavinin që unë e kam pranë vetes. Pjesa e dytë, edhe pjesë e bukur.
qora E tu I vezit qërë qefi moj bije O tu I mi po qora Shoshnia, Beshonova from yoga. Po të bojbe, o moj dashni, o ti ka smukjo qelozi
Kosovë me shku, si vjet po bëjmë dosa, e du me martu. Po mi prikur me ti dosa rrugjeqa, shumë shpejt e kalova, vetëm për një natë. Familja ku presi në Kosovë me shku, si vjet po bëjmë dosa, e du me martu. Hajde, hajde kale, jashat janë i ri, do t'a talëm sonte për shoqni. Hajde, hajde kale, jashat janë i ri, do t'a talëm sonte për shoqni. Pas kanan shoqni e ta janë qanar, dhe tera po presin, hajde gërveqar. Na usu më holla, na usu shtëpia, sonte kemi dosa, po vazo shoqnia. Pas kanan shoqni e ta janë qanar, dhe tera po presin, hajde gërveqar. Na uka më holla, na usu shoqnia, sonte po për dosa, me kallim nazdia. Hajde, hajde kale, jashat janë i ri, do t'a kallim sonte për shoqni. Hajde, hajde kale, jashat janë i ri, do t'a kallim sonte për shoqni. Hajde kale, jashat janë i ri, do t'a kallim sonte për shoqni. Hajde kale, jashat janë i ri, do t'a kallim sonte për shoqni. Me këto duar trokitet mia të kishim pas publik ma shumë, dhe me tonë edhe Ardian. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Ja nisëm me Daire, ja nisëm edhe përfundu me Dasma, përfundu me Gërbetin, kështu që. E ditë ka ra me shku kogja shpesh, me shku me diasporën, me punu me diasporën, me mbramje, me koncerte. Që shëndim vetëm ku shkon atje? Pak e ndjej mungesën e orkestrës. Po se zakonisht nuk shkojmë bashkë, po mirë kalojmë. Për shtatna edhe me muzikante që nuk e njo, puna edhe eksperienca e ka të vetën, adin. Kuptohet e vrej mungesën e këtyrive se gjdo sen që bojmë bashkë, po dhe me thonë jemi të koordinumë, 17 bonëm bashkë që jemi, s'ka nevoj as me folë me këta veç me sy mirë me veç ka duhet. Pak kjo është ajo që adin pengon që si kom gjithmonë bashkë. Tret jeni që 17? Po, e kemi pas edhe një ma herët, po i ndjeri tani. Përmende emnin, po? Erol Dugani ka qenë me neve. Kështu që unë du pa tjetër me përshëndet edhe familjen e ti. Inshallah dritë e ka atje ku është. Familjen e ti, me përshëndet familjen e ti, për shkak që aji, inshallah, lula gjeneti që tojmë. T'lungoja. Është. Kur jemi tek grupi, a koordinoheni bashk, paraprakisht, para se me janisni dasëm, a bëni naj prova? Shumë, shpesh. Në më tonë shpesh, bravo. Në këtë profesion, labe, nëse nuk je punëtor, s'u dëshme pasë. Nuk ka lidhe që je sa vite je, pra puna punë. Absolut. Preciziteti është precizitet. Une jam shumë i lumtur që këta i kom për masë edhe janë shumë punëtor. Kanë disciplinë punë. E din edhe këta që jam unë e punëtor edhe zakonisht gjithmonë i japi material, i shkruj, e përcjellë shumë muzikën. Cili është pitu me pak ma fesati grupit, hajtë. Kryesori është profesor Emir Mullavda. Dionisin e kemi është viti 3 i 4, se... Wow, mashallah. E po shkojmë vjetë. Po shkojnë asin hajgare. Edhe kemi punu bashkë deri tash, afer 17 albume kemi bo. Edhe asi albume jo thjeshta, po... Profesionale live. Këngë Shqipëris mesme, një këngë me 2-3 ritma, e kjo kogja pun lyp. Për kushtim. Unë tash që dhe është fesati i grupit. Lemë tash të mos më kalza fesati. Pse është fesataj? Po, unë e vlerësoj, po lyp diçka ma tepër se sa që e bojmë nërë. Po, i përcjell do
muzikantë që janë këta të shutkase, bugar, e din ka erë, i them, duhesh më kone vidishme që na shqiptari jemi, duhet pak ma thjesht. E kështu që popullosh është ma zgën. A ka ndonë ndaj herë që me pas ndaj konflikte në ndaj dasëm, për shembull, nuk keni fol njëri me tjetrin? Shpesher ndodhë kjo, se 17 vjetë më qenë bashkë, mos me pas kur asë një aksident, atërë nuk është në regull diçka me neve. Ndëgjam, Gjakov, ty të vynë, dhe më tonë që me këta mu bo bashkë, dhe më tonë edhe 7, dhe më tonë vitin e 7 kur hen, edhe një gjë 17. Ardian, a ka diçka në furë? Në furë? Po. Se zakonisht po vim dhe më tonë... Une personalisht ndarësëm kur nuk ha ushim. Gjithmonë kur krye dasma, zakonisht, jo veç shumë, po shumë këngëtare, muzikante, takomi në përfure. Sa mirë më lidhe, unë të mëndu që ka naj kongë fura, ka naj sa të pjekë. Unë morë ndryshte. Hajtë kalëm, cëllat fura e vizitoni. Pitë dasma. Po i bare tash nëse jemi Prizreni, kemi zakonisht në alim në hibi, edhe kur jemi kështu, kur kemi nevoj diçka për ushim, shkojmë diçka në i burek në zetë. Që ta burek atë në zetë, vala? Po, bre, aty... Edhe para më do mas dasmës me shku më unë gërbëdak në zetë, edhe me ra me flajt nese me dio për trashta. Shpesher kemi pas rast në darsën, në ravec, edhe krye dasma në në furë. Vjen dasmori që shbretonë tonë, atë mënyje ku më pagu edhe në fund burek apo. E bukur këtë. A ka në furë diqka? A ka në furë për shkak se sezona e verës po vjen, edhe kryesisht dhe me tonë, e di se sësëri për juve me ndoni që a me bu naj kongë për sezon të verës. Apo je rahat për shkak se... Ja, une tash jam në proces të punës, një 2 këngë 3 jemi të i bo, po të me thonë një balad edhe një këngë ritmike, kësi turbofolt që janë për këngë verore. Fatmir Muja e ka bo edhe tekstin edhe vijen melodike, kurse muzikën po mendoj me bo të virusi. Të virusi. Besoj që ka me dalë diçka bukur. Okej, uroj edhe besoj që me qene bukur. Baladës, a e ki marrë tekstin ajo? Po. A ja din refrenin? Ja, po du me bo kështu të surprizë. Surprizë të vëto këtë atëherë, kura, s'pa të më maknu refrenin. Anin, okej. Po du pak më ndalë të kafja, masi jemi me një kafe me labin. Edhe, atë ka marrë madhe për dikon me pi kafe? A i ki dikon që... Po shumë kom, tash nuk po ditë me dikon që kështë dafë, qofë që është këtë jetë, apo qofë që nuk është këtë jetë? Ma për qef e kom një djallë të agjës, aje është jeton në Gjermani, edhe aje për ma bon ditën 5 minuta. Shumë është i hareshëm, është i këndshëm e retë me to, edhe knashëm me to kur të ri. Kafja e mëngjezit është? Po shpesher me shokë në shpi, po tani me shokë. Unë e di që, në fakt, je edhe një familjari për kushtum. Në më tonë jo vështë, po komplet grupi. Ta është që pëse për e tëmë se në ka ra dhe më tonë shumë shpesh me qenë bashkë, edhe në ka ra rasti dhe më tonë që mas përfundimit dasë me diskutu gjithmonë që është jenë familjare, kështë që e kom vrej që jeni së cili për kushtum ndaj familjes edhe ndaj rejtit përgjithsi. Nuk ka gjo ma të bukur. Familja është mbi gjitha. Djem t'i ke? 3 djemi kom. Cili ka muzika? I madhi, Olti është shumë talent. Djalin e dytë e kom shkollë të muzikës, është profat e i miri. Ky ma i vogli nuk po din njerës, po mu mi e gjetat... Dhe më tonë profa edhe... Profa është edhe në shkollë të muzikës, edhe Armendi, edhe Dionisi është në shkollë të muzikës, kretë profesore e kom. Dhe më tonë 3 profesora. A më i marmër që tash më kështru. Si dihet kur. Ta gjojnë talenti këta. Si dihet, ndërshë atë pa dhezim pleshki. Ardian, unë e di dhe më tonë, na kemi më taku edhe pjesën e fundit, dhe më tonë edhe bisedën e fundit, këto momente, për të thëmë prap është skena për ty. Faleminderit shumë, me knarësi. Faleminderit. Mere mikrofonin, është pjesa tjetër e kongëve të bukura, uroj edhe besoj që edhe ju e keni një energji pozitive në shtëpitë juaj ashtu që që kemi ne këtu zbashko. Uroj dhe besoj se diçka të bukur për ju sjedhim edhe sonte për këtë është nata e tretë, unë e tëmë gjithmonë e Kurban Bajramit. Që di vjetë disa
dashnit madhe ke pas me mu, aman dashnit madhe, o dashnit madhe ke pas me mu. O që ti vjete disa muj, aman dashnit madhe, o dashnit madhe ke pas me mu. O aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, prej dashnijës mos me unda. Aman, aman, shumë po t'lutem ti moj vajz, prej dashnijës mos me unda. Si që i kam në ba, o pasha si që i kam në ba, zgjat ma dorën t'ma bajsh halal, aman zgjat ma dorën, o zgjat ma dorën t'ma bajsh halal, zgjat ma dorën t'ma bajsh halal, aman zgjat ma dorën, o zgjat ma dorën t'ma bajsh halal. O aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, prej dashnijës mos me unda. Aman, aman, shumë po t'lutem ti moj vajz, prej dashnijës mos me unda. O aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, prej dashnijës mos me unda. O aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, aman aman shumë po t'lutem ti moj vajz, prej dashnijës mos me unda.
metra kjo Perëndi. Lutem zemër mos flevet, jam jeti patin këtë jet, jam jeti s'të vjen qina, Zoti mama i ka me pra. Lutem zemër mos flevet, jam jeti patin këtë jet, jam jeti s'të vjen qina, Zoti mama i ka me pra. Rime mu pash Perëndi, aman aman mos leve, se të don zemra e shkret, ti të don s'duron vetmi, rime mu pash Perëndi. pata knaqësinë, dhe më thonë sonte, dhe ashtë ma tepër që më ktheve tash në kohë. Se regjia zakonisht atje Astriti ku është, edhe rinë dhe guzoni. Këta më thonë, gjdo emision, kër e ki dikën, edhe të regon diçka histori tonë. Unë sonte s'po du me të regu histori, po du, në fakt, i knove disa prej kangve që mu njëm, bone mu ndi pak. Edhe pse unë e ton kohën, djallë si Sulejmanis, për shkak babin e ka pas Sulejman e emnin, kështu që e di që e kam kangë zemrës. 200 dit, dhe me thonë, e pate këtë pjesë tona, ku në fakt, unë atë dosin matë mirin, gimin nuk e kam këtë jetë mo, me të për para, me gimin, me vetonin, me valonin, me artonin, këta e në konë shëshnia që e vujshe, ma jetë këtë, në atë vakt me qëto konë, qëto jo në konë, a vëdit në me thonë shumë e shumë, mu po mjenë mirë mas parti që të pata sonte dhe ke knatësi bashkë. Faleminderit shumë, knatësi e jona. Me grupin,
uroj që ta keni shëndetin dhe keni gjitha të mirat. Bashkë juve. Kur jemi tek fundi këtë, mos e përdor këto, se Okej. zakonisht është këtu, se zakonisht mundonim edhe me këta me vol, me këta s'po përdorim. Po du tek fundi këto. E di që je i gatshëm gjithmonë, je i gatshëm edhe për bashkëpunime, je i gatshëm me këto. Me këngë kishe pas qef me pas një këngë, edhe me pas një duet. Hajde, kështu me letra qelë. Po, jo më rrit me këngë të Afrimu Qiqit, Okej. Zenit, Danit, po afrimin e kom pas kështu të pak ma për zemër. Kështu si ma Afrimin. Afrim, pre emisionit i kafe me labin, unë e për thëmë, duhesh me Ardianin mu taku, e si dihet korë. E din, kemi diskutu. E keni diskutu. Okej, i përmendet 3 emra. Ka shumë këngëtar që po, veç ama 3 emra që vlerësohen kështu, po më ndoj vokalisht, me thonë, Dan, Zen, Afrim. Po i mirit gjithë na me këta. Me kënë s'ki qef me këndu. Ja, kreti du i kam shumë. A përshep se gjithmonë e kalzonit mire në kur se kalzonit keqe. Po të keqë zbon me këtë tregu. Unë e di që jemi taku shpesh, dhe më të nënash ma tepër, unë përshfrytëzoj rastin familjes Shehu. Po, që ishë ndasëm. Jo ndasëm, i kena konë në përdasma, i kena martu krejt atë me. I kena martu familjen Dokut, familjen Shehu, doktorin për ndryshe, është i pas avancushëm. I përshëndesim edhe na, gjithë familjen janë, është një familje mrekullueshme, e din që sa vjetë jemi me ta. Unë e Masarin e kam dësë shumë të mirë, e kom bo edhe Visarin, po tash i kom bo edhe dhëndur. Tash e ki kohën për këta. Tash dhe më tonë kohate. Duhet mi e gjithë një nusë dhe sha. Qeni kongër, o beqara jeni gjallë, a keni marua. Jo, uroj me pas fatë edhe gjitha të mira, që kur është e shkrume vjen. Kismetën e ka pak të ronë, po inshallah tash. Qështu, kur zgjidhë shumë, me të pas jo heq. Pas shëndet, pas gjitha të mira të zotit. Bashkë me juve, faleminderit shumë. Edhe këtu po i thëmë shikuesve, sepse më njere pas Ardianit, pas Bohemit, ne shkëputim për shkak se është bloku i marketingut, i parin kuadrë të emisionit i Kafe me Labin, por edhe saj përket atyre që reklamojnë produktet dhe biznesin të radio televizionin një sëne. Faleminderit se cilit për juve, unë në veçanti thëmë faleminderit Pavinit për aromën e kafes që ma jep, pastaj Fibulës që është lider në vend, sepse vera po vjen, ju e dini rezervimet e bukura bën me Fibulën, Valone, bukur po dokna edhe sonte, faleminderit shumë vetit për e thamë kështu. Edhe gjithashtu duke më smaru Palma Clean. Pjesa e fundit, marketing, e kthehem. O, lumja toka, o, lumja. Mikrofonin e ma këthen. Po, më falj. Përse që e mora me veti, më falj. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit. Kënga ime të ndjek pas, unë e di që e dëgjon gjana, jeton me mua çdo qas. Edhe ditën kur puno, këngën time e dëgjon, edhe natën kur tremë gjana, kënga ime të përmblon. O, sa jam lo e dërmu në këtë jetë, ti nuk të kam, ku jam keq pran me mu qetë. O, sa jam lo e dërmu në këtë jetë, ti nuk të kam, ku jam keq pran me mu qetë. Oj kënga ime fol, tregoj që e kam dashuru, e di ajo po më dëgjon, një pjesë të jetës asaj ja kam dhuru.
E fol, oj kënga ime fol, tregoj që e kam dashuru. E di, ajo po më dëgjon, një pjesë të jetës asaj ja kam duru. Që je kënga ime të tjek pas, unë e di që e dëgjon gjana, jeton me mua çdo qas. Edhe ditën kur punon, këngën time e dëgjon, edhe natën kur flemoj gjana, e kënga ime të përblon. Sa jam lom e të mu në këtë jeti, nuk të ka kur jam keq pran me mu gjet. Sa jam lom e të mu në këtë jeti, nuk të ka kur jam keq pran me mu gjet. I fol, oj kënga ime fol, tregoj që e kam dashuru. E di, ajo po më dëgjon, një pjesë të jetës asaj ja kam duru. I fol, oj kënga ime fol, tregoj që e kam dashuru. E di, ajo po më dëgjon, një pjesë të jetës asaj ja kam duru. Ishte natë maqike, bën mu e për ti. Ishte natë e parë për ne të di, ne të di. Ishte natë e parë për ne të di, ne të di. Sa fort më kanë djegu buste saj losja, si rakia kur pihet për herën e parë. Sa fort më kanë djegu buste saj losja, si rakia kur pihet për herën e parë. Zjarri që më nteze, me lot mos më pikni, se njetë të ljutur do tani, si ne të di. Ose njetë të ljutur do tani, si ne të di. Sa fort më kanë djegu buste saj losja, si rakia kur pihet për herën e parë. Sa fort më kanë djegu buste saj losja, si rakia kur pihet për herën e parë.
buste saj plozja, si rakia kur pihet për herën e parë. Sa fort më kanë djegu, buste saj plozja, si rakia kur pihet për herën e parë. Shumë po du një falendirim edhe një përshëndetje për stafin. Fatosi pas me konë tush kabin, o bob. Ronin kur ma gjatë një kafe me labin se ka mbajt Roninin në dorë, kështu të amën, edhe akcion me konë. Hajdar, apo Nina, është okej që shka? Po, berat falemderit shumë. Kushtrimi që tu konë këte fundit, dhe më thonë, e shisha barabart me juve kënajke. Kushtrimi dhe Iliri edhe shëshnikan me Ardjanin, po edhe nanën tjetër, dhe më thonë, e dojnë këtë muzikën. Shpesh herë vina o vetës edhe ju bojnë atë sofrën, edhe hajnë, edhe kënojnë. U vrejt mungesa Ilirit sot. Iliri gjithmonë është me neve. Gjithmonë është me neve. Sot nuk është. Mbra pa neve. Mbra pa neve. Përshëndes nga zemra. Faleminderit. Stafin e Radio Televizionit Nisënise, ju e ata që ato hapët e partë karrierës kur i kemi marrë, ne i keni hapë dyrt, edhe falë Zotit, nalt juve poshtë, për në një tani respekt pa fund për cilin prej juve, sepse mbi gjitha edhe Nisënishi, edhe Labi, edhe krejt komplet jemi rritë zbaskaresht. Unë nalë mikrofonit. Nalën të shkojmë me marketing, edhe pas marketingit të kalzova, thash. Faleminderit shumë. Tak. Edhe njerën këtë pjesë dytë, për ju përshëndes se cilit prej juve, urime Kurban Bajramin, uroj dhe besoj që po kalojmë një atmosferë festive në shtëpitë e juaja. Unë e përmenda edhe pakas më parë, sepse jam këtu ku jam pjesën e dytë, një atmosferë ndryshe prej pjesës parë, por unë dim kështu me thonë një herë, falimderit juve që jeni bashkë me mu, falimderit edhe shikuesve të Radio Televizionit Nisëni, edhe shikuesve të YouTube-it, por duke mos haruar edhe ata mbështetësit tanë. Sonte në ka ëmbëlsu këtu Fellini, po ëmbëlsira është tani këtë momente. Për shkak se, më falj, Motat Mustafa, më falj, Elvana Gjata, po sonte shamiku që ti kam këto. 1, 2, 3, shkoj!
Po Duar Trokiti, une për juve, Shami Kuqet, Laur, faleminderit që ju kam pjesë të misionit, edhe më knut një që ndoshëm. Mu doksin tren, e të kuptu të me thonë, mu doksin ndoshëm, a e mu këthy gjithë shkapi i asaj kohë. Ka veti atëherit për të knut të gjithmonë. Laur, po më vjen mirë që jemi bashkë sonta, që ma tepër që jemi mirë shikuesit e misionit. Një kafe më labin, faleminderit edhe për këtë mrekulli, po e thëmë, për shkak se mrekulli se cila për i tërë, nuk janë veç këto, po janë edhe grupi tjetër që janë gjatë sezonës, janë grupi madh, mrekulli e Zotit, për shkak kur koordinohen edhe janë bashkë kështu. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë me të qenë prezant në emisionin ta. Shumë faleminderit prej teje, edhe prej radio televizionit 21, bile sa për me hapë kështu emisionin, po e tham falenderuese gjithmonë se hapat e parë Shami Kuqet i kanë marrë prej teje dhe prej një kafe me labit edhe prej radio televizionit 21. Kështu që falenderuese gjithmonë. Mu më vjen mirë që jemi sonte bashkë, edhe jemi për Kurban Bajramin, është festë sonte, dita e tretë e Bajramit, ne jemi mbrëmje bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. A një dalë nej ka për Bajram jo. Se Laurën s'me vetë, Laurë, a ki prit hish? Po, prit e qëtë. Prit e qëtë. Ju uroj gjithve festën e Kurban Bajramit. Që shkun këto ditë? Mirë? Mirë, për gjithë si fest, harmonina nuk është që nuk kena naj fare eventi edhe gjatë festave të ndryshme, kështu që nuk mungojnë, kur. E kom një pyetje shumë serioze. Hajde. A ka ndodhë deri sot me thirë na i vjerë, me tonë e konvesh nusën për Bajram, me dimija, me elek, që ma në njone për qikave, mi knu me def? Po, bile, banese kena. Po, a? Po, kena një banesë, gjatë sezonit verës, na e bashkjetojnë qikat, fakt. Po. Atë ofër me edhe para 2 viteve ka ndodhë kjo. Tu zbrite push, ju ka thona, po vini bre se është fesë, ka qenë Bajram do këtë, tu shku ndarësëm, edhe ka qenë sezon të verës, fest ka qenë, se të mos ta nga traj që ta shte. Verës, mos talë blaf që ta shte. Gjatë sezonit verës, edhe ta e kun vesh nusën, apo veni be veç pak 1-2-3 kohë nga shtë nalë më miknu dhe kanë hypë shpejt. Dhe më thonë, ka ndodhë, ndodhë me vesh nusën, me dimija, me lekën dhe me tiri koshën, me tiri na i vjerë, me thonë, hajde. E për Bajram kështu s'ka ndodhë, ja. Jo, vetë se kanë qëllu dasëm ose ditë grave qa ditë për Bajram, e kështu jo ekstra për Bajram me ftu jo. Po du pak me të pyjtë për ty personalisht. Në zakonisht jemi gëzu gjithmonë kur arë Bajrami, në kam blet eshat e reja. Kena flejt me të eshat e reja. E këshëshëm kur qona një sra i veshja jo. Besa, onë e shumë ka posë rose kur i ku modhe dhe këpuca që ashtu më ka zonë gjumë. E gjumë. Ka qenë knatësi, ka qenë nrysha e lumëturia e festës Bajramit për para, po së është që edhe tash nuk e shiojnë fëmija, përdin se halat harmonin për shamë dhe të festës, unë dhe vojzës tam ja për cili. Tash një 2-3 ditë para i tam du të me donë me bledi shka së është fest, është Bajram, du të mu vish bukur, po nuk është që e kanë atë farknatësin së kur na që kena flejt me të ishat Bajram. Po du edhe qikat edhe ty, a e marë men kusht ka jep mas shumë t'i pare? Zakonisht dhe me tonë, a kusht ku në leshin pare, ku që shukë zëjshem? Po, dhe mi gjallarë të me se i kam 6. 6 me gjallarë, dhe me tonë... E tash krejt ka pak mu bëshin ta ma. Dhe me tonë, bravo. Qika, a gëzoni, a u gëzëshit kur ju veket i kush? Dhe me tonë, po. Sot, a shkoni për Bajram kështu vizit herë të njën, herë të tjetre? Dhe me tonë, po. Dhe me tonë edhe sot. Edhe pret një muzafer të shpia. Bravo. E di, u bon shumë vite u bon. Shumë vite u bon që Shami Kuqet janë dhe jënë bo si një trend. Kështu që me qene për kanagjegjë, me qene për dorsma, me qene për ahengjët ndryshme, dhe me tonë, familjare. Për shkak se është një kulturë veçantë. është tradite ju në realisht në ajna rrit me qëtë pjesën me kongë, me defa, me valen përgjithsi. Unë e moj masi fëmi që kena shku i kena marrë këto nusët me defa. Edhe pse një kuq kur të modernizum pak, po prapë po këtym të traditat edhe tash po bon 10 vite që funksionojnë si grup, dhe me thonë ka qenë grupi parë që kena funksionu kretë kështu me vajza. Po ndër vite është po dhe interesimi, është po dhe sidomos rinia e diasporës që kanë atë interesimin hala me i rujt traditat edhe me i majt. Edhe më vjen shumë mirë për këtë
për këtë gjë, se unë e shoh të njëjtën gjë, e shoh edhe të vajzat e reja që janë të interesuar në ende, alo me kanë pjesë shamikuqeve dhe kanë kënaqësi kur e bojnë punën, për shembull me defa, me valle. Kjo është e mira. Po du pak për dasmës në dasëm, organizim ko gjatë duhet? Për shkak se nuk është një darsëm renda natës, apo nuk është një kanagjes renda natës, në anën tjetër nuk është veç një grup, se ti ki shumë grupe. Po, eventualisht 30 vajza, 32, 3 gjatë sezonit verës, bëhen ma shumë, janë të interesuar me punu ma shumë, nuk është veç një darsëm renda ditës, do të ndodhë ditën 3-4, mramje 3-4, kështu që ka ndodhë 12-13 mrena një ditë i kena kry. Duhet menaxhem, është lodhje, është stres, po unë i falenderoj shamikuqet gjithmonë. Krejt ato që kanë qenë, që janë prezent tash, që më ndihmojnë, edhe janë këto asistentët kryesore që ma hekin atë barën e çati ekipës që shkanë, për shembull, se na shpërndamina për ekipe. Tash njëna ka me shku në Gostivar, tjetra ka me shku në Pejë, tjetra ka me shku Preshev. Kështu që për atë ekip që kanë shku në Gostivar ose në Pejë ose kudo që unë s'jam, janë shamikuqet prezent asistentat fakt. Edhe ma hekin atë barën e rezervimit, atë barën e mu marrë me dasmori, mu marrë me pagesat e vajzave, mu marrë me pagesën e taksive që i na bartin ta shofira që i kina mo që so vite që funksionojnë. Kështu që i falenderoj shumë se kam një farë këtë gjë ma letësojnë këtë punë. Allahile është e vështirë. Ja, ma thuni jo, kalzani se qëra edhe kjo, din më bo nervoz, a bosh nervoz me na jarë? Rallë, shumë rallë. Në të sare që gjithmonë sare që ka kujti e të kjo, të kohër. Si tep jam shumë e qetë dhe jam shumë pozitive, kështu që pishe dhe vojzat se shumica e kolegëve këngëtarëve ose muzikanta më thujnë laur, si t'hin e dina që janë tuat se vish rinë t'u qesh, se i ke mësu dhe vojzat së kur vetë. Normal, unë jam këmëton atë etikën e punës, këto e kanë më së tom obligim, po ti të shku me një aheng edhe aheng është gzem. është obligim. është obligim. Obligim, dhe më thonë që në kërë punën së duhe. është gzem po punën po, po edhe e kanë si loj obligimi me qenë busqeshuna, për shkak që nuk jena të shku me një vorem, po janë me një datë. O, la famë dhe, mi disi që të po s'kom e të duhet kështat. E vërtet, ka rose kur lodhen edhe mimikat e ftyrat, pijet, kështu personalisht edhe mu vetë, të bjen kështu krejt, po është ti ke shku për me ja jeshu, darsmon se cilin aheng qëfar e do tjetë a i kanagjes, ose qka do, edhe dush me pos atë faretikën e punës që dush me kone në busqeshën, e grimune pak, që me dollë sa babu. A ndodha herë më bo nervaz ti me to? Se ato me ty jo, e kuptova, po ti me to më bo nervaz. Po, ka naj rast që më boj nervaz, unë nuk dalë prej vetës ashtë dhe si tip, jam shumë i qetë tash, po kur dalë prej vetës, e kena në një grupë në Viber, edhe kur shkruj me shkruj një atënoja e din që mësu si janë nervos. Unë kanë qitë për kontrolës. Unë du ka me shkruj me të mëdojë. Jo, këtu raste ndodhin kur e kum haru shamin ose e kum leon defin darsën. Nuk e kuptoj që të sen. Ti e ki instrument, është instrument të jyti. Shumë herë ja kum shpjegu, ju kum tonë, sukur njoni prej aty në muzikanta me shku pa klarinet. Jo, që emisionin i natë e po... Ose emisionin pa kamerë. Jo, pa mikrofon i natë e po. Adin, është absurde, këtu janë, keni obligim që të gjona, edhe po ju ashtë me doli jashtë vetës, ose me bërtit dhe i natë mos, jo kërë. A ka pas në ndër një herë ndër një ankes për dikuj? Po më në për dasmorve? Po, për dasmorve. Se abdin zakonisht lavdatat jonë gjithmonë, dhe më thonë, po a ka pas në... Qëre nas jemi të pagabushme, edhe na jemi njerës, ka pas, për shambull raste, kur jënë keq kuptu, ka pas në rast kër na njëna vojzë në kundim je për shkak në zetit kohës jashtë, se në sezon të verës, veshja komtare i mundon shumë, edhe me këndu midis djelit, ka pas rast kër është ullë ka pushu edhe më ka shkujt mu se njëna vojzë nuk ka knu heq, apo kuptan. Thash sigurisht nuk ka ndi mirë, thash se nuk është e mundur, edhe ju shkruj vojzë, dhe tham shaka ndu, se dasmoria për më tëtë kështu, edhe më thëtë që ka disht më më rotfekt, se shumë dzetë. Adin, edhe problemit e na është që shumë raste, më stamë, shumë raste, po x raste ko që i trajtojnë në atë mënyrën që ju kena pagu këndanim pik dealit. Apo kuptojnë qysh, ti e ke pagu, kanë me këndu, po të pakten me një hije edhe këto njërë ma mirë, ma frest, edhe punën e bojnë ma mirë, kur janë okej. Na jemi të patë më sheshëm do një herë. Ka raste kur edhe ujë su ka ndonë. Do një herë. Ta dinja në absurde do gjana, te veç mos me ka njërzor heq, apo kuptojnë qysh.
e vështirë është, mja dalë. Për cilës moshë deri në cilën moshë janë kryesisht vajzat? 15 deri 25. Deri 25. Ka ndonjëna që mbanë familjen për kësaj pune? Apo veç për veti personal? E ta shtin, dëgja, më në këtë pjesë nuk i ngushtaj, ashtë me i pytë se i raportet i kam shumë të mira me vajzat, po ka raste kërë edhe ju ndimaj, apo kupton që është po me i pytë ashtu konkretisht jo, po këto kryesisht vetën, e ndimoj vetën. Janë pavarur? Janë pavarur, a i krynë obligimet e fakulteteve, obligimet e shkollave, po, ka raste që edhe ju ndimojnë të shpia, po. Bravo, ju lumt. E di që ju me fol nuk keni qef, ju keni qef vla me kënu edhe me emirat debi, qka po këndojmë që tash? Ha? Qka? Faleminderit për atmosferën edhe apet më këtu. Apet më duhet. Kështu, e di që është e pamundshme dhe me thonë këtu me gjithë një shamit kuqe. A keni ndonjën ana i shamit kuqe kështu? Po, ajo e vogël. Hajt po. Me bonusja? Hajt. Ja, më knun të natën e gatë, pat knulja urë. Pat knu që tash këto ty nuk ka, në kana gjeqë. Kana gjeqë, ka natën e kana gjeqët, thonte, dhe ura që pëmëndona që. Veç qështu, mësë me të aprish edhe grimin ata, veç qështu.
Hajde. Zdi une, ju e dini, dhe me thonë, sheneni me kallë, për në qka doni. Që nusja ta ma. Që? 3, Preta regullaj. 2, 1, a një gati ajo, hajde. Shuni grae o një pesdakika, se kjo është e ojnata për qika, se kjo është e ojnata për qika. Kojla ura mori koj se shkove, dy her grykla ura nuk na more, dy her grykla ura nuk na more. Falim derit, ju lumë goja. Ama një herës dvonë huj. Po në pak, po thash më s'tkoj shumë. Jo, o dërë me zëtë madhët. A kështë huj, ku. Ja, unë e di, dhe më tonë që nuk është veç darsmat, nuk është veç sezona, dhe më tonë që vjen e verës. Se shami kuqet jonë aktive edhe në për videoklipe, në për spote, në për sende, a ka naj projekt, a ka naj send, diçka pifurës kështë që vjen që... Tashti jena bisedime me Labin atë Mezinin, zakonisht ta i bojmë projektet që kena me boj, kena një projekt 3 që tash kena me bon muajin qeshor, një intro të shkurte kena në bashkëpunim me kolegun ton këngëtarin Osmani Meraj, kështu që po presëm vazhdimsi diçka tjetër, po shumë projekte si vjetë, shumë senet mira kanë me ardhë, do ndryshimet vogla të këtu, të veshjet, të kongët, e du si profesion, rela. Bravo. Pra që e du edhe bëj me qef, edhe... Edhe vlerësohet. Edhe po vlerësohet. Edhe vlerësohet, kur e bën me zemër. Mundona shumë me pru diçka të ri, se jëm rrit me qëtë profesion edhe pora. Mu më vjen mirë që jeni kudo ku jeni, në më tonë edhe më vjen mirë për punën ju, për gjithë shkafin, e bukur, për thëmë edhe tash u riktheva pas sa viteve, e bukur ka qenë edhe i bashkëpunimi, e bukur ka qenë edhe e pjesa e trenit, faktikisht kur futen këto në tren, o konë dhe më tonë diçka e pa paramendume, dhe më tonë anën tjetër më kam përgëzu shumë njerëz që në fakt gjdo stacion ku jemi ndalë ka pas ka diçka, e në më tonë kur në hy këto me defa veç atmosfera ka qenë krejtësisht ndryshe. Unë thëmë pa që shëndet edhe pa që fatë edhe pa që krejtë mirat e Zotit, ju që ka mushën i baterijat se o ka vjen së zona, edhe di që jeni prej një vend tjetër, duni me pas energjin, duni me pas vullnetin, mbi gjitha duni me pas dashurin. E respektin mas partin ndaj vetë-vetës, pastaj edhe ndaj tjerve. Faleminderit shumë knatësi, shumë shëndet dhe gjithat mirat për ty, për emisionin tanë edhe për krejt shqiptarët ku do që janë, edhe ata që na zgjedhin apo rajnjët e tyre familjarë. Mu po bje mirë që kem sonte bashkë edhe uroj edhe diçka, uroj prej zemrës për se cilin prej vajzave që në fakt edhe pse e bëjmë punën me vullnet e me përkushtim, shkollimi, edukimi është për mbi gjitha, lumë ju që ja delni, lumë familja që ju ka, e mbi gjitha pa që se cila për juve një fatë mbarë kur vjen koha, dhe më thonë, edhe e martesës. Unë i thëmë shikuesve të radio televizionit, njësë një shikuesve të emisionit një kafëm lavin, falemderit që kanë deri këto momente bashkë me neve, di që kjo natë është veçantë për shkak se Kurban Bajrami një herë vjet vjen, një herë vjet takohemi bashkë, një herë vjet dhe më thonë shkojmë të njëri tjetri kështu, edhe pse janë 2 bajramat, po Kurban Bajrami është pak ma i veçantë dhe pak ma i rëndësishëm për secilin prej neve. Por mbi gjitha, sa e bukur është që jo vetëm Bajram, por e kemi bërë si tradit kështu që edhe jashta Bajramit, edhe jashta festave, përgjithësi festave që i kemi në këtë vend, edhe Krishtlindjeve, që jemi në fakt njëni për tjetrin. Mbi gjitha, bamirësia. Dhe më thonë, kjo më bën me qenë i lumtun, jashtëzakonisht shumë, sepse kontribojmë edhe po veprojmë edhe mënyrën ku duhet njëni për tjetrin. Astrid, Hajdar, Ekrem, Guxan, Kushtrim,
Fatos Berat, faleminderit për punën, për energjinë, për vullnetin, për dashnin që ma jepni edhe ju mu, që unë reflektoj në anën tjetër edhe tek shikuesit e emisionit Një kafe me Labin. Por, duke mos haruar asnjëherë, asnjë minutë, asnjë sekond, gjithë juve të cilët fakt jeni mbështetësit kryesor, publiku i dashur, për shkak se unë këtu ku jam është fal merit e secilit prej juve, sepse mbi gjitha kemi punuar me vite, punojmë me vite, edhe aq më tepër vlerësimi është prej anës juaj. Ku na vlerësoni ju, ne jemi akoma këtu, po i kemi edhe ata të cilët fakt na qëndrojnë afër nesh. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që me secilin prej mysafirëve e kam e shijoj deri në pikën e fundit, por duke mos haruar asnjëherë, sepse Fibulla është lider në vend, sezona e verës po vjen. Unë po e them që sa më Një kafe me Labin prej korikut vjen, diçka të bukur, interesant do t'ju sjellim edhe gjatë kësaj sezone, por duke mos haruar sepse jemi tek Valone, jemi edhe tek Labi. Mundeni më ardhë, ju që ndërsa akoma nuk e keni bo përzgjedhjen ideale, qoftë fustan industrisë, apo qoftë edhe teshat dhëndrit, ka zgjidhje deri në pikën e fundit. Kështu që e jani, na vizitoni magistralen Prishtin Ferizaj. Faleminderit Paul McLean, daj me ekipin tënd të mrekullueshëm. Ju du pafund takojmë të dielën tjetër me Një kafe me Labin.